Rastet e vetvrasjeve në mosha të reja janë një fenomen që shpesh vjen si pasojë e mungesës së ndërhyrjes së hershme dhe mbështetjes së dur në rastet kur kanë probleme. Ende ekziston një tabu rreth shëndetit mendor që pengon shumë të rinj të kërkojnë ndihmë. Është e lidhur ngushtësisht me çrregullimet e humorit, me humorin depresiv, mendimet negative, çrregullimet e ankthit, ndonjëherë duken si shqetësime të lehta, kalimtare, në pritje për të kaluar, por duke kaluar ditët, javët, duke u bashkëngjitur dhe problemet e tjera, sociale, familjare, ekonomike, problemet e ndryshme që ka individi në familje, në jetë, në shoqëri, këto probleme të lehta në dukje bëhen probleme madhore me akte të tilla fatale të parikthishme. Asnjëherë nuk duhet të hezitojmë për të marrë një konsultë psikologjike, një takim me një profesionist, të referojmë ankesat tona tek mjeku i familjes, pse jo dhe një takim me mjekun psikiatër. Pra duhet të thyet dhe stigma dhe neglizhenca ose indiferenca ndaj simptomës. Mjekja psikiatre Nikolina Bode thotë se ka dhe raste të depresionit të fshehur që janë më të vështira për të evidentuar dhe trajtuar. Për persona të tjerë të cilët kanë rreth familjar, kanë shoqëri, ajo që evidentohet nëse personi e fsheh simptomatikën e vet, është izolimi social, mbyllja, mungesa e komunikimit me të afërmit, shkëputja e komunikimit, kontakteve me shoqërinë, me familjen, për të ngjallur dyshimet e një problematike të shëndetit mendor, ose braktisja e shkollës, braktisja e punës, evidenton që këtu kemi një problematik tjetër për tu parë. Është thelbësore të krijojmë një mjedis ku të rinj ndihen të dëgjuar, të kuptuar dhe të mbështetur, thot Bode. Familja, shkolla dhe shoqëria në tërësi kanë një rol kyç në parandalimin e këtyre tragjedive.